tine, se qaj neni 5 të cilën e përmenda, përdorimi i nenit të 5 është ekskluzivitet i vetëm Donald Trump, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm SBA-ja është ajo e vetmja që e ka ekskluzivitetin që ta fut në loj nenin 5. Duke e ditur këtë pozicion dhe duke e ditur mendesin e Donald Trump, mendesi kjo e cila është rezultat i ndryshimeve radikale në marrëdhëniet ndërkombëtare, Rusia vazhdon me tempon e vet të shtrirjes atje ku ajo është të nevojshme dhe me stopimin e rreziqeve të cilat ajo ishe si kanosje për sigurinë e saj. Evropianët, nga ana tjetër, në këtë gjendje ku kanë met, ku lidhen këto konstelacionet, e shohin vetë se pas këshin ardhë në një pozicion që nuk do të jenë në gjendje të zëvendësojnë rolin vendimtar të Amerikës për sigurin e tyre në raport me Rusin. Rusia, do me thonë, po e di se qaj butoni i nenit 5 është në vullnetin dhe në dorën e ekskluzivitetin e Donald Trumpit, dhe se Trumpin nuk do ta përdor, sepse është prurje e ndryshimeve të konstelacioneve, dhe në anën tjetër, Evropianët Evropa u detyrua që të vijen në gjendje sa të mos shehma mundësi për një zëvendësim tjetër, për një Gjermani që do të udhëheqte NATO-n dhe do të marrte ekskluzivitetin e nenit 5, apo të shtypjes së butonit, apo për një Francë. E dini, ato jelekverdhet që i shpjegonim më para dhe që ndodhin në Francë, ato paknacit e mëdha në Francë që kanë të djeg Parisin dhe Francën. Mos kujtoni se ato janë kone një nisen valla për shkak të një paknacie, se paknacie janë gjithmonë, po këto ngjarje të mëdha nisen si